E kuptoj. Nuk na e gjen dot adresën. Po e marr adresën këtu te SKPAK-u në Grevurie dhe i bëj thirrje çdo qytetari të Republikës Shqipërisë që kanë probleme të tilla, ngrihuni, bëhemi gjithë bashkë. Godasim sistemin e shtrëmbër që është ngritur në emër drejtësisë dhe mos vritemi me njëri tjetrin, mos vrasim një gjyqtar sepse do të emërohet së shpejti një tjetër, po eja ngrihuni, godasim sistemin. Mesazh brillant ky. Nuk di çfarë të them. Recep, nuk ka problem, nuk ke nevojë të thuash asgjë tjetër, ne do e kemi për ditë një sy nga ty, me që edhe kamerat tona janë aty për të parë gjendjen tënde, kështu që nesër do të flasim sërish. Prokuroria me gjykatën janë me i godin urdhë mbrojtjes ka humb rrugës. E kuptova. Nuk e di çfarë them. Faleminderit Recep. Shihemi nesër. Të falenderoj Fabio. Të falenderoj. E përshëndesim Recep Ademin, miq të dashur, kjo është situata, nëse keni ndërmend protestoni dhe keni në lloj neverie nga partit, adresa është e SPAK-u, një qytetar në Grevurie, po ju pret aty. Ndoshta nuk ka nevojë të çoni buk, mjafton të çoni pak zemër.